Zonja dhe zotri, jemi drejt për së drejti këtu në Dritare Televizion në emisionin Intervista e ditës, ku ditën e sotme do të ndalni pikërisht tek zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike, ku ditën e sotme kam kënaqësinë të kem të ftuar dhe të pranishëm këtu në emisionin tim Intervista e ditës Mario Gimcin, aktivisti i Partisë Demokratike. Kënaqësi Mario që të kam ditën e sotme në intervistën e ditës dhe faleminderit që pranove ftesën për qenë pjesë e imi. Marian Geci. Po, Marian Geci, ndjes. Unë jam aktivist në Partinë Demokratike, antar i Departamentit Brain Gain dhe së fundmi antar i zgjedhur i Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike. Mariam, pse zgjollët pikërisht Partinë Demokratike si një forcë politike për të aktivizuar në këtë rrugtim tuaj? Sepse për mua Partia Demokratike është shtëpia historike e fjalës së lirë në politikë. Është një forcë e cila lindi dhe u krijua nga një përplasje me diktaturën më të egër në Europë dhe është partia e cila ka mbrojtur për kaq vite pluralizmin shqiptar, shtetin e së drejtës, ka rikthyer shtetin e së drejtës, ka ruajtur virtytet dhe vlerat kryesore të një familje tradicionale shqiptare. Çfarë ju motivon ju që keni zgjedhur këtë rrugëtim në Partinë Demokratike? Keni ndonjë motivim i cili apo keni ndonjë shtys që ju ka bërë pjesë e forumit të Partisë Demokratike? Për mua politika nuk është diçka subjektive, është diçka objektive. Po? Edhe të bësh politik në një kohë dhe në të rrethana për mua është diçka shumë e bukur, po është edhe shumë e vështirë. Të jesh pjesë dhe të mundohesh të jesh pjesë e një politike kur je në betejë dhe në fusha jo të barabarta, është sërish e vështirë. Por, unë mendoj që ka nevojë që të qëndrojmë dhe të jemi pjesë e kësaj rruge për një Shqipëri më të mirë. Dhe kjo është shtysa më e madhe pse unë dua që të jem në politikë dhe ta bëj atë për faktin që në Shqipëri ka një sër faktorësh të cilët nëse nuk do t'i bëjmë, do t'i realizojmë ne, është shumë e vështirë që të jenë progresive apo të jenë në zhvillim për të ardhmen. Cili është shqetësimi më i madh që ju haseni në përditshmërinë tuaj brenda strukturave të Partisë Demokratike? Ka një frymë brenda Partisë Demokratike të rinjve apo dominojnë pikërisht pjesa e demokratëve që datojnë më erët në Partinë Demokratike pikërisht që nga data e themelimit të saj? Partia Demokratike ka kaluar një kalvar të madh lufte këto 4 vite. Nga kuvendi i cili u quajt kuvendi i rithemelimit deri te kuvendi i ditës së shtunë, që ishte kuvendi i ripërtritjes, ka qenë një luftë e madhe të cilën Partia Demokratike, me të gjithë demokratët e vet dhe me të gjithë qendrëstarët e saj, i ka kaluar më së miri duke realizuar që të bëjë një parti demokratike më të madhe, më të hapur, më frymëzuese, një parti demokratike alternativ, që për mua e them me bindje të plotë që Partia Demokratike është e vetmja alternativë i cili mund të sigurojë Shqipërisë një rotacion politik. Për sa i përket ne jemi Parti Demokratike dhe patjetër gjithmonë ne kemi në thelb debatin, idetë, por këto nuk mendoj që janë asnjë lloj përçarje, janë ide të cilat ne i lejmë aty, diskutojmë, përplasim në mendimet tona. Të rinjt që kanë qenë pesha kryesore e gjithë këtij kalvari që unë sapo thashë 4 vite, kanë qenë të dëgjuar, të mbështetur dhe të promovuar. Një ndër ata, patjetër mund të fus edhe për veten time, plot antar të tjerë të Departamentit Brain Gain, të cilët kanë dalur nga rrallat e këtij departamenti, që janë pjesë e vendimarrjes, janë pjesë e ideve, të projekteve, të gjitha të programit që kemi pasur në vitin 2026, 2025, fushatës elektorale, kanë ardhur nga të rinjt. Gjithashtu do ndalemi pikërisht në këtë intervistë së bashku i nderuar edhe tek pjesa e Kongresit të Partisë Demokratike, e cila u zhvillua pak ditë më herët. Si e keni parë të Kongres të Partisë Demokratike në krahasim me kongreset e tjera që janë organizuar nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha? Kongresi i së shtunës ishte kongresi i ripërtritjes dhe me shumë gëzim dhe shumë i lumtur e them që 60% të Këshillit Kombëtar i cilët dolin nga ky kuvend e morën zonjat, zonjushat dhe të rinjt. Është Këshilli Kombëtar
më i ri për trirë që ka pas për 36 vitësh Partia Demokratike. Partia Demokratike është një parti e cila është krijuar herët, është munduar të shkatrohet, të shkërmoqet dhe është ngritur sërish dhe është një parti e cila nuk mund të bënte më mirë se sa kaq një kongres pas 36 viteve. Mendoni se Partia Demokratike aktualisht është në ditët e saj më të mira apo më të vështira? Si e analizoni ju si pjesë e forumit rinor brenda strukturave të Partisë Demokratike, në syrin e brendshëm flas? Partia Demokratike nuk është në ditët e saj më të këqija. Nëse ne flasim për Partinë Demokratike në ditët e saj më të këqija, më të vështira, ne flasim për 2022-shin, kur ne kishim Vulën, nuk kishim Logën, nuk kishim Selin, nuk besonim që Partia Demokratike mund të ishte sërish një alternativë. Një parti e cila ishte izoluar plotësisht nga faktori ndërkombëtar, ishte e pa dëgjuar, e pa mbështetur. Ndërsa sot jemi një parti e cila jemi bashkuar në diversitet. Jemi një parti e cila kemi arritur të krijojmë të gjithë së bashku, me të shkuarën, me të tashmen dhe të komenduar për të ardhmen, për të krijuar një parti që është unifikut, është një parti e cila është përfaqësuese. A ishte ky kongresi i cili u organizohet ditën e shtunë brenda Partisë Demokratike, i cili ishte i vetmi kongres që ka bashkuar të gjithë demokratët? Një si fillim dua t'ju theksoj që kongresi i Partisë Demokratike i së shtunës ka qenë i organizuar dhe në ekipin e punës së tij ka pasur mund të them mbi 70% të rinj. Që të jemi të qartë nëse ne dëgjojmë apo marrim për vendimin e Partisë Demokratike, ka qenë i organizuar nga të rinjt e Partisë Demokratike. Ka qenë një kuvend i cili për mua ka pasur fjalime politike, ka prodhuar ide politike, teza politike, ka rithënë edhe një herë që Partia Demokratike ka nevojë që të shkojë tek njësia bazë qendrore e strukturës tonë, tek seksioni. U theksua disa herë nga kryetari zoti Berisha që seksioni është njësia bazë. Ne nuk mund të lëmë në asnjë moment terrenin bosh, bazën bosh. Ne do të jemi aty tashmë sepse ne kemi një program fantastik që mund t'ia shpalosim qytetarëve, që qytetarët kenë një qasje tjetër, sepse ne me qytetarët kemi një marrëdhënie. Cili është ky program? Shumë reciproke. Kemi një program i cili ne kemi shpalosur për 1 muaj e gjysmë 2 muaj të fushatës territoriale, që zoti Berisha çdo javë me tërhetat të ndryshme të infrastrukturës, të sigurisë, të IT-së, të gjitha departamenteve të shëndetësisë, të arsimit, të gjitha departamenteve që ka Partia Demokratike është duke shpalosur dita ditës se çfarë është keq, që ne të gjithë e dimë, është e prekshme si për mua, si për ju, si për gjithë qytetarët që na ndjekin, dhe cila është alternativa jonë dhe çfarë mund të bëhet me ardhin në pushtet të Partisë Demokratike më mirë, sepse të gjithë ne e dimë që nuk kemi një shtet i cili funksionon mirë, nuk kemi një shtet të së drejtës i cili funksionon dhe është pranë qytetarëve. Gjithashtu desha të bëj një pyetje tjetër pa u ndalur tek kongresi i cili organizohet ditën e shtunë në Partinë Demokratike. Zgjedhjet e cilat i datonin datën 23 maj kanë qenë zgjedhjet më të duhura brenda Partisë Demokratike që nuk janë zhvilluar në vitet në vijim që ka pasur Partia Demokratike, se pasi duhet të theksojmë që brenda Partisë Demokratike ka pasur edhe disa persona që janë larguar nga struktura e saj. Keni ndonjë koment për këtë pjesë? Referendumi i datës 23 maj ka qenë një referendum i cili për të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike ka pasur 3 alternativa: pro, kundër dhe abstenim. Të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, unë kam qenë pjesë e një nga komisionet të kësaj date, kam pasur aftësinë dhe mundësinë për të zgjedhur një në 3 alternativa. Për mua që zoti Berisha ishte i vetëm në listë nuk përbën asnjë lajm, sepse në momentin që dikush nuk shpreh ambicie dhe ndoshta dhe nuk plotson kriteret për të hyrë në atë garë, për mua është më e ndershme që të jetë një person i cili
i përmbush këto dhe ka treguar që me vizionin, me misionin e me të gjitha këto vite mund ta drejtojë Partinë Demokratike, sesa të bëjmë një garë qesharake, një garë kukull, manekin propagandistike për të thënë që ne kishim 2 apo 3 alternativa në fletën e votimit. Ka qenë një referendum i cili jam munduar ta them edhe në biseda me Smiq për tavolina që nuk përbën lajm. Ne kemi presidentin e EPP-s, i cili është zgjedhur në të njëjtën mënyrë. Kemi shumë zgjedhje të partive të djatha nëpër Europë dhe botë që bën të njëjtën gjë. Një referendum i cili ne e votbesojmë ose nuk e votbesojmë kryetarin e partisë tonë. Dhe kjo është diçka që i përket familjes tonë, është diçka që e punojmë ne brenda nesh. Nuk është diçka që prek askënd. Nëse ne jemi dakord që kryetari i Partisë Demokratike duhet të vazhdojë misionin e tij në krye të partisë, është zgjedhja jonë. E qartë, por desha të ndalesha pikërisht tek pjesa e disa antarëve që janë larguar nga strukturat e Partisë Demokratike dhe gjithashtu zoti Berisha ka bërë dhe një deklaratë që më saktë për zotin Saliani, i cili zoti Saliani shprehu kandidaturën e vet për kryerjen e Partisë Demokratike, e cili bën pjesë zoti Saliani, Evi Kokalari, Alesia Balliu, Me shumë respekt për të gjitha figurat, ne kemi qëllimin ton kryesor të përballemi me partinë që kemi përballë nesh, që është partia e cila ka uzurpuar çdo lloj pushteti, ka uzurpuar çdo lloj ligji, institucioni të kësaj shoqërie shqiptare. Dhe nuk kam asnjë koment për sa i përket këtyre grupimeve të cilat ndodhin. Zoti Berisha ka dhënë një mesazh shumë të qartë që çdo njeri që nuk bën diskutimet dhe përplasjet, kritikat brenda instrumentave, institucioneve të Partisë Demokratike dhe brenda shtëpisë tonë, ka thënë që nuk mund të jetë më pjesë e shtëpisë tonë, sepse dhe në familjet tona, problemet e shtëpisë tonë nuk i bëjmë as me komshiun, as me kushëririn, as me hallën, as me tezën, i bëjmë brenda familjes tonë. Kështu që kjo është krejt logjike, që ne kemi burime, kemi jashtëzakonisht shumë. Dakor, por mundësi për të thënë kritikat tona brenda nesh. Teknikisht, meqense ju morë një shembull në një familje shqiptare, merret mendimi i të gjithë rrethit familjare dhe të hallës dhe të dajës, merret ky mendim. E kush tha që nuk është dëgjuar mendimi i Partisë Demokratike? Mendimi i gjithkujt, i gjithë secilit që është pjesë. Por ne nuk mund të themi që çdo mendim që jepet në Partinë Demokratike nga një individ mund të merret për bazë. Ai duhet të shkrirë në disa mendime për të krijuar diçka. Sepse jo çdo njeri që mund të vinë mund të merret si mirëqen mendimi dhe duhet vazhdojmë të veprojmë sipas atij dhe pastaj nëse vjen një tjetër jep një ide tjetër, pas nëse vjen dikush tjetër jep një ide tjetër. Ne bëjmë një program të cilin i shkrim të gjitha mendimet tona për të vazhduar një rrugë përpara për që një alternativë e mirë për shoqërinë shqiptare. Mendoni se apo synoni që me zotin Berisha në krye të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme do të fitoj postin e drejtimit të shtetit në rolin e kryeministrit? Me zotin Berisha unë mendoj që kemi një të tashme të sigurt, një tashme e cila mund ta bëjë Partinë Demokratike më të fortë dhe më të hapur. Pastaj gjithkush dhe gjithë secili që është pjesë e një force politike dhe beson, sepse nëse nuk do e besoja këtë, nuk do isha aty. Kështu që për mua është pyetje krejt retorike. Unë mendoj që zoti Berisha është njeriu i sfidave, i betejave të vështira, edhe në gjithmonë pothuajse ka qenë edhe fitues i betejave të vështira. Çfarë mesazhi jep Kongresi i Partisë Demokratike për të gjithë, jo vetëm demokratët, por për të gjithë shqiptarët? Jep mesazhin e ripërtritjes, jep mesazhin që ne kemi nevojë që të kemi një shoqëri më të bashkuar, ku të rinjtë të dëgjohen, të ketë meritokraci. Ka nevojë që Shqipëria të mbajë këto pak të rinj që kanë ngelur, por për të mbajtur këto pak të rinjt nuk kërkojnë mëshirë nga shteti, kërkojnë një pak dinjitoze, kërkojnë një arsim cilësor, kërkojnë një siguri për jetën e tyre, çka nuk besoj që e gjejmë për sa kohë ata tentojnë gjatë gjithë kohës të iken dhe ne e dimë shumë mirë që 1.1 milion shqiptar ka ikur. Në 7 qarqe të Shqipërisë në 2025 raporti ka treguar që ka një lindshmëri negative dhe këto
janë të lidhura të gjitha shkak pasoj. Dikush do të mbaj përgjegjësi për gjitha këto, sepse asgjë nuk ndodh pa një arsye, dhe ne duhet të shkojmë të kapim eksaktësisht arsyen për ta çmontuar, për ta shtrenjosur dhe për ta kthyer atë sërish për të lulëzuar. Sa i rëndësishëm është rinovimi i strukturave të Partisë Demokratike? Është jetike. Të rinovosh strukturat është krejt jetike. Ne kemi një strukturë qëndrestare, kemi një strukturë e cila ka treguar dhe jam i bindur për këtë që nga rithemelimi deri sot ka qenë një strukturë e cila shumë besnike, një strukturë që i ka mbijetuar të gjitha presioneve, shantazheve, ka luftuar me disa mënyra për të qenë aty ku janë. Dhe asnjëherë nuk mendoj që e shkuara duhet harruar apo duhet lënë një anë. E shkuara duhet jetë aty, por hyrja e të rinjve dhe bashkëpunimi dhe shkrirja e atyre me të rinjt është për mua perfeksioni i strukturave të Partisë Demokratike. A mendoni se ky kongres ka sjellë një risi të re në Partinë Demokratike? Dhe mendoni se do vazhdoj Partia Demokratike në këtë vijë që sapo e keni nisur? Kuvendi i Partisë Demokratike u quajt dhe kuvendi i ripërdritjes. Mesazhet kryesore të atij kuvendit ishin digitalizimi, modernizimi dhe kthimi tek baza. Nuk ka më mirë se sa ta përkufizoj me 3 mesazhe që është dhënë qartë nga lideri i forcës politike dhe të gjithë folcave që ishin në kuvend. Si u pritur nga antarësia e vendimeve dhe qëndrimet e marra në kongres? Në këto pak ditë kemi pas kontakte kanë qenë sepse të gjitha ndryshimet statutore dhe zhvillimet e kuvendit patjetër ishin marrë nga propozime nga baza, çka do të thënë që ato ishin të përgatitur sepse ishin propozime të tyre që kanë ardhur gjatë kohës që është bërë analiza e farsës së 11 majit, edhe kanë qenë të mikpritura dhe të duatërkitshme mendoj unë. Kryeministri i Partisë Demokratike zoti Berisha ka folur për mbështetje të fortë nga Partia Europiane. Sa e rëndësishme është kjo për Partinë Demokratike? Ne e dimë se sa e izoluar ishte Partia Demokratike para 4 vjetësh. Sot që flasim kemi 8 rezoluta të miratuara nga partitë e djatha në Europë dhe në botë. Ka treguar një mesazh shumë të qartë sekretarja e përgjithshme e EPP-s që është në mbrojtje të Partisë Demokratike, të votës së lirë, të luftës ndaj korrupsionit, edhe mesazhin edhe në kuvend atë ditë, njëkohësisht edhe vizita e saj në Selin Blu dhe takimi me zotin Berisha ishte sërish një rikonfirmim që i takon mbështetjes që ka EPP-ja për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Cilat janë 3 primaret kryesore që Partia Demokratike duhet të ofrojë qytetarëve? Kthimi i votës së lirë, pas zgjedhje të lira të ndershme nuk ka zgjedhje. 2. Kemi ekonominë, e cila pa ndryshuar në ky sistem ekonomik, pa u kthyer puna ndershme, ne nuk mund të kemi një ekonomi me para të pista që pastrohen nëpërmjet ndërtimeve dhe kullave të saj. Dhe së treti, një alternativë qeverisëse dhe garantuese për një demokraci sovrane në Shqipëri. Po për rikthimin e të rinjve në atë? Për gjitha këto është programi i Partisë Demokratike që po e tregon ne përveç kësaj kemi në kuvendin ton kemi futur dhe diasporën 15% e listave, strukturave, e gjitha institucioneve tona, 15% të tyre do t'i zëjë diaspora. Dhe kjo është një mesazh krejt i qartë se si duam ne që ta bëjmë këtë gjë. Gjithashtu ju si shihni klimën brenda Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të datës 23 maj, me në krye sërish të zotin Berisha? Ka pasur një përçarje nga disa antarë që janë përjashtuar nga strukturat e Partisë Demokratike? Të jemi sinqert, unë Partinë Demokratike e shoh shumë të frymëzuar, jemi në ditët e kryengritjes, edhe tani po presim që edhe zoti Berisha së bashku me strukturat e japin datën. Unë nuk kam parë në asnjë natyre të përçarjes apo të konfliktit apo të hatërmbetjeve mes një tjetrit. Jemi krejt të qartë për të arritur objektivin ton dhe qëllimin ton. Çdo gjë tjetër që është krijuar dhe
është hiperbolizuar kaq shumë, unë gjithmonë kam thënë që është thjesht një propagandë e cila mundohet të injektohet masivisht tek qytetarët. Sepse thash qëllimi kryesor për shkërmoqjen e Partisë Demokratike ka rënë, nuk është më tani Partia Demokratike është një alternativë. Dhe të gjitha këto të tjerat mendoj që janë disa situata dhe ngjarje të cilat ndodhin që që nëpërmjet propagandës të tregojnë shoqërisë shqiptare që Partia Demokratike ka konflikte, ka një mendim ndryshe, duhet të ndarë nëse mendimi ndryshe dhe kritika mes njëri tjetrit nuk është përçarje, është mendim politik, është diskutim politik. A jeni mendimi që Shqipëria ka më shumë në nevojë për debat politik se sa debat personal? Debati personal nuk zgjedh as ekonominë, as një arsim të mirë, as një shëndetësi të mirë, as nuk zgjedh një problem madhor shoqëror. Ndaj ne kemi nevojë për ide, kemi nevojë për inovacion, kemi nevojë për projekte të cilat janë në shërbim të qytetarit dhe shoqërisë shqiptare. Për këtë po, ndërsa për diskutime personale mendoj që i shërben thjesht individëve që i stisin këto debate. Kreu i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha është frymëzim për ju? Po, për sa kohë jam në Partinë Demokratike patjetër që po. Sepse siç e thashë më parë, është njëri i cili i ka qëndruar kauzave të drejta deri në fund dhe i ka çuar ato drejt fitores. Nëse do ta përshkruani me një fjalë zotin Berisha, cila do ishte ajo? Misionar, qëndrëstar dhe lider. Gjithashtu nëse do të ishit ju pjesë e kreut të Partisë Demokratike, do të qëndroni sërish në këto vizione që janë mbajtur nga Kongresi i Partisë Demokratike për inxhinierimin e saj? Do kishte diçka më të re e cila do t'ju jepte një avantazh në rrugëtimin tuaj në karrierën politike si lideri i Partisë Demokratike për drejtimin e një shteti? Unë mendoj që mesazhet të cilat u dhanë në Kuvendin Kombëtar ishin mesazhet të drejta dhe që korrespondojnë fiks me fushën dhe me jetën dhe me gjithë situatat që po kalojmë tani. Që ne kemi përmbledhur ripërtritjen për të treguar që ka nevojë jo vetëm Kuvendi Kombëtar, jo vetëm Partia Demokratike. Ripërtritja është për te Kuvendit, për te Partisë Demokratike. Është për shoqërinë shqiptare, është për qytetarin, është për shtetin e së drejtës, është për luftën ndaj korrupsionit ndershëm, ta luftosh korrupsionin ndershëm, jo me mekanizma që po bën qeveria sot. Dhe gjitha kjo ripërtritja kalon dimensionin e Partisë Demokratike. Është për të goditur direkt të qytetarit, tek nevojat e tyre, tek puna e tyre, tek familjet e tyre, tek komuniteti, tek lagja. Gjithandaj, digitalizimi është tema është tema e ditës çdo ditë tashmë që ka nevojë që Shqipëria dhe për te Partisë Demokratike ka nevojë për një digitalizim, edhe modernizimi i Partisë Demokratike që të kalojmë që të flasim për terren. Modernizimi, flasim për terren dhe jo vetëm me fakte, jo vetëm me 60% të kuotave të Këshillit Kombëtar, por faktike. Çdo ditë ne do të tregojmë se si ne do ta ripërtrim dhe do ta bëjmë Partinë Demokratike forcë qeverisëse. Dhe për këtë jam i bindur, nuk e them sepse jam në një studio televizive, por jam i bindur plotësisht brenda vetes që Partia Demokratike është alternativë e cila mund ta çojë Shqipërinë deri një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri më të drejtë, për një ekonomi më të drejtë e të gjitha tjerat me radhë. Marian, keni ndonjë mesazh për të dhënë të gjithë demokratëve dhe qytetarëve ju cilët ju ndjekin në këtë hapësirë televizive ditën e sotme këtu në Dritare Televizioni, emisionin Intervista e ditës? Kam një mesazh shumë të thjeshtë dhe të shkurtër që nuk duhet dorëzohemi. Ne jemi një popull i cili kemi treguar që dim të qëndrojmë, dim të rezistojmë, jemi një popull që kemi thyer një diktaturë dhe tashmë jemi në hapën e fundit për të rrëzuar dhe një narkodiktaturë e cila na ka uzurpuar së pakti prej 13 vitesh në Shqipëri. Zoti Geci, unë të falenderoj që ditën e sotme ju e pranuat ftesën për të qenë pjesë e intervistë ditës tonë në Dritare Televizion. Ju uroj sukses në rrugëtimin tuaj politik dhe gjithë të mirat. Ju përfitojmë bara.
Zonja dhe zotrin, kemi ardhur dhe për ditën e sotme në fund të intervistës të ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju lutem qëndroni në Dritare Televizion, ju lutem ju rikujtoj që të bëni subscribe në kanalin Dritare Televizion dhe në kanalin YouTube të Rutina Xhongës. Ju falenderoj.